Dhe siç e kemi thënë, do takohemi së bashku bashkë me miqt tan 2 herë në javë për të kontrolluar dhe verifikuar gjithçka të re që ndodh nga shtëpia më e famshme 2 herë në javë. në Republikën e Shqipërisë. Jo për të gjykuar. Atë po iki unë. Po iki. Padyshim sot jemi një grup që sy e vesh kemi qenë jo vetëm atje, por edhe në gjithçka që ka ndodhur rreth e qark portaleve dhe mejhaneve të kryeqytetit. Duke diskutuar për ata që po ngjallin edhe shtëpinë. Unë di të them që mbase ky grup Hyrjet e është reja. më dinamik, më 4 kuçedra bashkë. Aty ishte pak light grupi i kaluar. Këtu jemi A do flasim për grupin e kaluar apo do flasim për këta që kanë hyrë tani në shtëpinë e Bigut, mendoj. grupi i kaluar i podcastit. Po. Ne jemi më të Jemi më entuziastë. mendoj. Po. Por do flasim për të gjithë mendoj, edhe për grupin e kaluar dhe për këto 4 të rinj që sapo ka filluar rrugtimin e tyre në Big Brother, që disa për mua janë transparent dhe marrin frym kot, disa Po flet për banorët e rinj. Nga për 4. banorët e ri, po. Nga 4. Nga 4 po. Cili nuk të pëlqen ose cila? I vetmi që më pëlqen është Stenaldo. Që të pëlqen, të tjerët jo. Unë jam me Stenaldo gjithashtu. Ka rënë në sy që në ditën e parë, mendoj unë. Dëgjoj që në disi momentin- kjo ka rënë në sy, po. Ka rënë në sy, po them për vullnetin e tij dhe guximin, domethënë që pati për të hyrë në Big Pesa dhe të jetë në vëzhgim të kamerave, Është një duke ngjarje qenë se jashtëzakonshme, sidomos për Shqipërinë dhe për të gjithë ata që e shohin Bigun, po. Në një farë mënyrë. Do me thënë gjëja që më çudit mua, e dikush është kur ai i ka mësuar hapa, do me thënë djathas, majtas, çfarë ka përball, si mund t'i gjejë. Mendoj që është edhe i servitur nga jeta në kjo gjë. Do me thënë Mënyra pak në profilin e tij në Instagram, po shikoja se sa bukur e zotronte përveç talentit vokal, sa bukur zotronte këto skenat e vogla në për restorantet më të mira, po themi në Ibiza, ku kishte shëtitur performancat të një niveli të lartë dhe për post tjerave një djalë me botë kuptim padyshim që do t'i sjelli dritë kësaj shtëpie. absolutisht. Padyshim. Unë do vë E pak ka syzet. treguar mirësinë e tij që në ditët Vendosim sytet e E nxehta. tatini që të shoh më në një botë më të bukur. Po, ndonjëherë shiko sytë e Kurse mendjes unë të shoh janë më qartë. sytë e mendjes janë ato që janë gjëja më e rëndësishme. Po Dhe këtu qenies njerëzore janë sytë e mendjes, kështu që Po. Le ta ushqejmë dhe mendjen për të parë mirë. po pra, ne nisëm pak qetërisht se s'na ka folur Gerta Sikur na ka. zonja dhe po ti më zotrinj. kuje. se s'po ta kuptoni Po heshtjen të tim. dëgjoj. Se kuptoj, më? Çka ka ndodhur Gert? Dinamika Ju ka lutem ndodhur. të më shpjegoj dikush marrëdhënien mes Mirit dhe Selinit. Unë i dua shumë atë. ju gjë. lutem. Unë i dua Ajo shumë. ishte fantastike, unë kam qeshur. Unë kam qeshur. A mendoni pa- se është strategjia Për mua ishte apo? një big up për Mirin ose Armirin, se ati i pëlqen t'i thon Armir dhe jo Miri. S'ka gjë, nuk të dëgjon Me Gerta. Selin. Jo, e ka shprehur në shtëpi, po do ta Okej. ndjekësh. Po. Po pra, nuk të dëgjon. Nuk është ndjekja Gerta, thjesht nuk të dëgjon. Nëse i thua Mir, nëse Armir, prapa ai nuk e di. Okej, Ke kemi qenë- disa gjëra më thelbësore akoma. Gerta, jo ta dëgjojmë pa Gerta, jo se Okej, Gerta hajde, është Gerta. interesante Jep. analizë. Është e thellë kjo analiza. Ishte një big up, me thënë të drejtën, nëse ka qenë e menduar apo ishte diçka rastësore, kjo nuk ka rëndësi, por mënyra se si gjithë shtëpia u mor pikërisht vetëm atë fjali dhe me ato le të themi Ledatimet. marrëdhënien që patën ato të dy shoqërore, unë do ta quaja shoqërore, me thënë drejtën. Nuk më pëlqeu shpreha që ai tha që unë e kam si vajzën time. Nuk je dakord me Po këtë sa ajo sepse tha ndoshta për E shikoj si baba për të ulur ose vëlla. ja do ta shpjegoj. Okej. Për të ulur të gjitha ato goditjet që ndoshta Armiri do t'i kishte nga shtëpia, filloi ta zbuse muhabetin, por e zbuti aq shumë sa që shkoi deri në ato pikë që ti vëllon e pabesueshme kur thua që unë e kam si vajzën time, sepse Selin është 23 vjeç, nuk është një vajzë e vogël, 10 vjeç edhe po e thua atë shprehje. Pa Miri bie ti 50 vjeç, apo? Mund të thuash që është një shoqja ime dhe nuk ka asnjë gjë të keqe dhe askush nuk të gjykon për një marrëdhënie, po themi me prapaskena romantike nga pas, nëse thua okay, e kam shoqe dhe kam një lloj marrëdhënie, sepse pra ira në grackën e tij Gerta i bie, se unë në këtë lloj
lloj forme e pash. Mund të përqafohesh, patjetër, mund të bësh patjetër. veprime, pavarësisht mua nuk më duken fare veprime të qëllimshme, ishte më tepër një veprim, ai ledhatimi i flokëve të Armirit ndaj Selinës, ishte një veprim ku ai I krijonte më shumë afrimitet si banore, si kur e afronte enkas dhe I jepte një lloj sigurie që po të qëndrosh afër meje, ne do shkojmë në finale dhe ky ledhatimi I flokëve garanton, le të themi në thonjza. Me thënë të drejtën mua një shok nuk mi ledhaton flokët. Ja se do të themi gjithë një Ajo është opinion. diçka më e Të marrë Gerta, vazhdon shqipe, do të kemi gjithë një opinion. Dhe ku ai I jep le të themi atë garancinë Selinës që mund të jenë një dyshe që dhe mund të luajnë me këtë pjesë, në lidhje me fjalët me njëri tjetrin. Pavarësisht se gjithë shtëpia u mor goxha. Me pikërisht ka qenë gjysma e prajmit, ndoshta është marrë pikërisht me këtë ngjarje dhe me këtë situatë të dinamik në shtëpi. Reagimi I Malit po ashtu, ishte ai faktikisht që I vuri pak a shumë në lëvizje dhe banorët e tjerë për të menduar, le të themi, këtë djallëzin nga pas të Armirit në lidhje me Selinën. Dhe Mali nga publiku është pëlqyer për reagimin që ai pati. Po sepse njerëzit, unë mendoj që njerëzit e duan atë personin e drejtë dhe aty ku ka në thonjza si tradhti, sado që ne jemi popull me mendje të hapur deri diku, jemi dhe konservator në anën tjetër, do me thënë një ruajmë traditat, ruajmë zakone, do me thënë nuk e pëlqejmë këtë gjë që tjetë një tradhti dhe në sy të kujdo, e kupton? Kështu që unë mendoj, duke qenë se Miri është një burr I martuar me një vajzë, e mendoj edhe pjesë të strategjisë, nëse ky do vazhdoj të qëndroj me Selinin, mund ta ketë dhe një mendim të vetin që çiftet e ecin dhe pse ne mos të bëjmë pak zhurmë që të ndikoj për shembull te banorët e shtëpisë, po bravo. Po sepse nuk ke se si të nisësh lojën nga diçka e vogël, ti pret që të agravosh gjëra të mëdha. Po faktikisht ishte vetmja situatë që e nxorri atë shtëpinë nga llapia. Prandaj po them. Ka vazhdojmë akoma te çifte. Go. Mua më duk Miri sikur nuk ishte nga Shqipëria, po nga Alabama. Nga Alabama është vendi në Amerikë që ndodhin incestet më të mëdha. Se 5 incest? Shumë e rëndë. Jo. Ti nëse do t'ishe vëmend shpena. Po pse do, po më fal, pse do ta nga Alabama? Komplet. Okej. Po ma shpjego se si e mendon pra këtë. Batuta është kaq Gerta. Unë jam bërë brune tani. Okej, Niko? Atëherë mua më pëlqeu një herë edhe unë mendoj që është për lojë tëra kjo. Po lojë, po të çfarë është? Është për lojë edhe më pëlqen që po e mbajnë të dy edhe pse na ka këtu 2 ditë më duket që po debatojmë pak Miri me Selin, paktën në episodin që pash në pjesën që pash dje. Po edhe nuk më duket gjë e keqe. Kam parë plot çifte që kanë bërë kompromisa me sy, pa folur fare, çifte në thonjza. Dhe mbas edhe ky debati mund të jetë sa për të hedhur pak hi syve. Ortak në lojë, ose aleat në lojë. Ajo është një shtëpi që të çorët ditë. Unë kam qenë vetë pjesë, Shqipja ka qenë vetë pjesë, Gerta vetë pjesë, ti ke qenë vetë pjesë e një kompeticioni të ngjashëm. Tjetër unë kam qenë pa. Dhe ajo shtëpi në fakt të çorët ditë, kështu që nuk është çudi që ndoshta do të luash, ti do të luash, po loja të rëmben dhe ti lojën e nis gjithmonë pa dashje, po vjen një moment të kthehet këtërsisht në dashje. Kështu që këtë se kuptoj. Domethënë duhet ndar lojtari nga njeriu dhe karakteri që ka jashtë atyre mërave. Prandaj mendojun që ato si lojtar janë po kuptohen me sy, mendoj. Padyshim, se unë si shash dhe radhën kaluar. Gjithmonë do të kuptohesh me sy brenda shtëpisë. Siç kam thënë edhe në emisionin. Ti me kë kuptohesh me sy? Me kë flisje me sy? Me shumë banor. Me vërtet? Po. Me shumë banor, unë kuptoja se çfarë donin thonin ose ku donin të dilin. Ose kur të thonin kujdes, ose nëse donin që të gjuheshin ende më shumë akoma në një dinamik të caktuar, kuptohesh me sy. Nëse duhet ta mbyllësh atë debat aty në atë moment. A ka kimi, a duhet, po shiko, duhet të jetë kimia e rëndësishme, pra duhet të jetë kjo vala. Pra unë me Nikon kuptohem me sy në shumicën e rasteve që takojmë pa folur, po kemi një kimi njëri me tjetrin, kemi një valë që më shkon mua te. Pra ka një gjatësi e valë. Kurse me të tjerë
E di pse se mundodhi dhe keq kuptime, Është për gjuha shembull, prandaj, pra. Aty unë me një Gjua grup kujtës e specifik trupit. që jemi Gjua këto e trupit. E trupit. kohë, jo me të gjithë kuptohem me Po, syt, po. për shembull, edhe ose sado mund të kuptojmë me sy, nëse s'ka vibe, unë mund të marr Po, pra- mesazh të gabuar. Bravo. Nga kjo Pra, gjë. duhet ketë vibe që të funksionojë. Duhet ketë dhe vibe, po. Mesazhi i syrit. Po. Shqipi aty? Po, edhe unë jam kuptuar me sy në bik, me 2 persona, do me thënë që kam ndenjur nga fillimi pothuajse gati deri në fund, e ishin, do me thënë, se ne kemi këtë pjesën që kuptojmë me sy, kurse shqiptarët e Kosovës e kishin shumë të vështirë në fillim që të kuptoheshin dhe unë Gjithsesi kalojmë ke personazhet Po. aktuale. Mirë, Flasim për nga Bikun. këtej, po nga këtej Me Bikun shkojmë aktual. atje, se Do me- prandaj bëm një paralele, se ne jemi gjithë ish banorë. ju mendoni në për ditës. shembull që Miri dhe Selin mund të kenë diçka Më nuk e di, serioze, po, më serioze. pak më vonë. Jo. Po Jo, pse shiko, presioni është shumë desha i t'ju madh. pyes pse ky ata do tha jenë në shumë shok publik, dhe aleat. mirë, në më atë fal, shtëpi. po pse ky tha që unë e shoh si vajzën time dhe nuk tha diçka E, pra, tjetër. sepse donë Sepse të- mua kjo më çudit. Po pra Pse do prandaj ngeci bëra aq batutën shumë? e Ai Alabamës që Gerta se kuptoi. pse ngeci ky kaq shumë në qoftë se ky e shikon si shoqe ose si diçka të fortë për lojën e vet. Ai donte tu tregonte më Nisi katolik se papa, me pak fjalë. Dhe këtu Jo, më se ndonjëherë është kur justifikim ajo, ndonjëherë është e kjo mbrojtja e pamenduar, tepërt, edhe nëse ti nuk ke asnjë Tani. qëllim negativ, kjo mbrojtja kur e te kalon atë limitin, duket pastaj si e qëllimshme dhe aty fillon edhe keq kuptohet. Por nuk kam unë për vete nuk kam asnjë pikë dyshimi për ata të dy që mund të krijojnë, po themi një lidhje apo ku diun Po ndoshta me qëllim prese, romantik. fundja- Ej, Ato mos janë bëhemi kaq serioz gëzuar një gëzuar, herë. gëzuar. Hajde. me 8-2, po. Hajde për Gëzuar. Tani, ju them unë diçka? Ha. Me harrova. Hapi pak ato Jo, letrat e tua, po ti. mendoja flasësh për Iliren? tani Miri është ndar? Jo, me sa dimna. Pse unë di që është ndar? Bashkëshortja, shiko, Miri. Thjesht jetojnë E di pse se nëse është i ndar, atëherë edhe sikur. Po, çfarë problemi ka? Çfarë problemi ka o vlla? Nëse nuk është i Më fal, ndar, Selin kur u fut brenda E në kuptoj. biga, nuk tha që unë jam e lidhur, kam një marrëdhënie jashtë apo e kam dëgjuar nga bim. më duket se unë Jo, kam jo, dëgjuar edhe por unë e kam Loren. dëgjuar të, po. Jo, jo, edhe Jo, kjo. jo, jo, Selin, jo Loren. Se Lore po e po. Lore nuk edhe tha. kjo Selin. Lore ka thënë këto ditë që kam Mbas e zemrën ka thënë këto e ditë, po Selin e ka thënë që për hyrje. Bo, se di. Po dëgjoj, edhe nëse ke një lidhje, mendoj se është too much që një mashkull tjetër ta lejosh të preki flokët. Da, dëgjoj. Mbase Të duket Se e një tepërt mashkull kjo, gjithmonë kjo tenton, gjë. e bën edhe Po, base pra, ty- për at- e bën. shkallë simpatie midis Tentoj. atyre të dyve. Ka. Po ka, në zemër ka një Shkalla vibe, ka një simpatisë është e para që të çon në ngjitjen apo në hapin tjetër pas ardhjes. mua më duket si ai speci djegës që të dy kanë kafshuar Majën, që do thoshte edhe Gerta Gerta. do ta thoshte Majën. Majën, Se ata nuk e se dinë Maja që na nuk të shohin. djeg, thjesht të shijon Po, pak. Por Maja Gerta? Po vazhdo. Se pa qesh. Po ata Publiku nuk e di, din. po dal nga dal në çdo Se për puntat, ne Do kafshojmë ne pak do më kafshojmë shumë. nga pak. Sot e Derisa të nisëm shkojmë nga Maja në Mirit rreth. Nisur nga dhe Maja. Selinit. Gerta do e Gerta do ai Dhe shpejt. farat. Gjërat më pikante Gerta. Unë ngacmoj grupin her pas here dhe Grupi këtu bie është- pre. Këtu është rasti ku ndonjëherë hakmerren. Po më Jo, prandaj them që tani nëse je i lidhur dhe je i martuar, ku ta diun jeton në largësime bashkëshorte, në okej që mundohesh të mbrohesh, por kur je i divorcuar, Po, pra, po. pse duhet japësh llogari, domethënë dhe ai fëmia Jo, do të nëse shohë je një moment. divorcuar, Do doja jo. që të Po, ndaleshim pak. a e dini si informacion të saktë që është Miri i divorcuar? Jo, Që unë cika ju kjo pyeta. tani hodhëm zarë, Jo, unë ju ta pyeta, ne hodhëm Ah, zar, okay. ne hodhëm bosh, tani njerëzit do Për kapin. ne këtu dhe për ata brenda. Okej. Po Go. mua më bëri shumë përshtypje dje përgjatë asaj lojës që Çfarë u bë? vllai i madh. Për Kishte Stina. realizuar Stina edhe mënyra se si u transkriptua dhe u prezantua Që ndihmoi, situata atjeshme, po. që ndihmoi Steliano, Po, si e ka? Stenaldo. 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 Edhe Stenaldo nuk do Si, të ndim. do me Që thënë ndihmo- aty të Edhe- rëmben loja, pra Po. ti harron gjithçka. Edhe Mali A e nuk e ndihmoi. a jo, nuk e dy keni persona vërej për shembull që në të kur cilët- futesh në bik të duket vetja si një adoleshent në një moshë të rritur,
sikur ti përjeton ato ndjesitë e adoleshencës, edhe je si emocionuar gjatë gjithë kohës çfarë do bëj tani, po normal brenda lojës, unë kam ndier veten sikur kam qenë në një kolegj. Në kolegj e ke ndier veten? Turk, besoj. Dëgjoj, ama për shembull ju nuk ishit hapësirën tek treshi të ndjeshit si kolegj. Zemra, aty ishit ushtri. Zemra, shiko. Edicioni juaj ishte ushtri, që javën e parë ju patët dënime, atë java dytë. Edhe unë pata dënime javën e parë. Kështu që Por se këta e kam pasur më Po them që nëse tu duk vetja. Si e shpjegoni atë nuk linin. Prandaj them që këtu nuk e di nëse duket si shkolla apo si ushtri. Skenën e djeshme, sepse unë mendoj që do të flitet për të skenën e djeshme edhe nesër në spektakël. Si harruan atë djalë? Po, shiko, nuk është se harruan. Të gjithë disa rendën pas lojës për të fituar lojën. Atë, se mbase të merr edhe vrulli. Ajo të merr sepse është edhe qëllim, si thuash, buxheti, normale, se është buxheti është shumë i rëndësishëm brenda shtëpisë. Ndërsa ata kanë menduar të fitojnë edhe për Stenaldon, e mori Malin në një rast dhe Stinën në një rast tjetër. Tani t'ju them, dini që do më paragjykoni. O bre, unë kam hyrë në shtëpi për veten time, për ndihmuar veten time, për të marrë ato lekët dhe për të çuar veten time deri në finale për ta finalizuar atë. Nuk kam ardhur këtu tani në shtëpinë tim për të bërë babysitterin, as për të mësuar disave që nuk kuptojnë shqip mirë, t'ja përkthej gjërat. Unë kam marrë për veten time. Dhe kjo gjëja deri diku unë Stenaldon e njoh, e kam xhan, e respektoj, po unë kam marrë për vete. Te pjesa lojës. Mbase kjo që thuhe, që them unë, dëgohet shumë e pa shpirt. Është për deri diku, por ka të vërteta brenda, e kupton. Ti mund të bësh të mirin 2-3 javët e para, sa i mirë dima ime pastaj, diçka, aty o vëlla se un kam marrë për veten time. No. E dikush është ironia më e madhe që nuk mendoj që kjo pjesa e lojës mund të ishte kaq kaq madhore që të diskutohet. Jo, pjesë loja është loja. Po nuk është se harruan, këta menduan mbase të fitojnë edhe për të, e kupton edhe si ka shkuar. Ata do të thikojnë nesër se si grup, si ekip, po. Po ironia duke qenë tek Niko, ironia e fatit do të ishte nëse të tërë këta ndihmojnë Stenaldon dhe në fund fare fiton Stenaldo. I pëlqen emri Steliano, se nuk shiko, i kujtoi dikush e diun. Emrat e Big Brother të momentin si kanë fiksuar. Më duhet një punë gjatë të fiksoj. Gerta, ti ke shprehur, më falni se ma lejoni vetëm një 2 sekondë të pyes Gertën për diçka. Ti je shprehur në një nga këto puntatat tona që lidhja e parë do të jetë djalë me djalë aty brenda. Vazhdon të jesh ende e këtij mendimi? Mos ka parë Big Brother Kosovën. Jo, ka parë Big Brotherin ton dhe është shprehur literalisht në këtë formë. Unë s'po gjej ishte një bisedë Kristit me Angelon, se më duhet mendojmë gjithmonë. Ti ke parë këto lajmet e fundit që Angelo vjen nga një lidhje. Nga një lidhje më pashme, po, sigurisht i kam parë. Si të duket kjo? Sa ato kanë qenë të... Do me thënë, vetëm Angelo mund të di nëse janë rrahur dy goca. Pra duhet hymë në shtëpinë e Big Brother të marrim vesh. Shaka. Ta mbaroj pa Gerta, ta mbaroj këtë. Po i kam parë portalet, i kam parë dhe lajmet që kanë qarkulluar, pra Neada ishte dashura e Angelos, kështu është shkruar të paktën në portal. Dhe nëse ajo do të futej në shtëpi, do ishte shumë interesante. Shumë bukur, tani hapim këtë temën. Si do dukeshe nëse Neada hynte në shtëpinë? Po, unë mendoj se është në plan të futet. Është në plan për të futur, po. Tani, nuk e dini gjithë këto informacione, apo do thoja disa zogj, por nuk e kison më Twitter, që është bërë ex. Dhe thjesht llafe lart e poshtë, kam dëgjuar që ajo do futet për të rilidhur me Angelon, që nuk e di. Po jo tani. Nuk e di çfarë ka gjetur një herë. Shikoj, një marrëdhënie kur mbaron. Se një femër kur ndahet me Angelon duhet të shkojë prapë te Angelo. Domethënë ka gjithë ato burra. Do të kush u sqaruar publikisht, se ndoshta nuk janë sqaruar jashtë. Po kjo, edhe kjo gjë që sqaron. Mund të përdoret marrëdhënia për lojë, Niko, që kjo është më e zakonshme. Do të thënë të ndodhi, ma beso. Po i liri more djem edhe goca. I liri që u largua nga shtëpia rreth 2 orë ca 3 orë gati. U largua nga shtëpia sepse pati përplasjen me Eugjenin. Në fakt mu duket tepërt
Mungesa nga shtëpia? Përplasja nga Mua ana më e duket Ilirit. tepërt. Më duket duket Iliri si tepër, sepse personazh në Big Eugeni Brother i nuk tepërt. ishte nuk është një djalë që ngacmon enkas qëllimisht për të të nxehur. Po s'ka ndonjë gjë. Ose ma edhe të nëse ngacmoj ngacmoj për të të Jam nxehur. dakord, jam Për të të tek nxehur ti. formati im, Po, mua më jam kanë thënë, dakord. shumë bukura këto rrobat, po për çuna ka si këto? Domethënë, në atë moment Domethënë isha janë po për po ti e goca. gocë. Kupton? Këto janë për çuna. Pra, Kupton ti duhet ja ne kthesh dim tjetër, shumë jo të mirë që në cerohesh. Big Duhet ta marrësh Brother që në parasysh po që po ne edhe të ngacmojnë enkas Po për pse të të Kristi nuk po e nervozuar. ngacmojnë gjithë kohë që thonë, bëhe me zë të trash, thuaj me ai zë. e ngacmon Kristin. Iliri e ngacmon Edhe Kristin miri. vazhdimisht. Edhe miri i thotë Dhe ai trashe zërin kur flet. Seno e ngacmon Kristin Shiko, vazhdimisht. sepse Se në no është Prime, kota biskota Po, aty. ja, Mendoj se do biskota, po, iki. e- ja t'ua Mbani lirin shpjegoj, fort. Po. t'ua shpjegoj sepse në Prime Seno ka zgjedh një lojë shumë të Kristi pati një gabuar. peshë Po. shumë të madhe në Prime. Kristi pati një peshë shumë të madhe nga ngjarjet e shtëpisë. Mori kohën më të madhe në Prime e mori Kristi. Po. Dhe banorët nuk janë budallë, e kuptojnë shumë qartë që ndoshta nga jashtë Kristi mund të jetë ai personi që mund të ketë më shumë impakt dhe tërheqje për publikun dhe Ti thua që Kristi prandaj sjellja e tyre ka ndryshuar pas Prime-it. Nuk e Janë dhënë Kristit në mënyrat e tyre, dikush i është afruar. Ata po e fuqizojnë në dikush, këtë mënyrë. I është afruar për ta ngacmuar, dikush për të zënë shoqëri, për ta bërë aleat, por që ka një dukje të tepërt në lidhje me Nuk e kuptoj. banorin Krist, ka se vjen kjo nga produksioni, se vjen vërtet nga publiku, kjo është gjë që duhet parë edhe në vazhdim. Por në Prime-in e parë kjo u duk qartazi. Unë e dija që në momentin e parë që Kristi do sulmoj, sepse është një fenomen që sulmohet dhe jashtë Big Brother dhe nuk e kuptoj pse. Po së dyti edhe më pëlqen që po e sulmojnë dhe më pëlqen që Kristi e ka kuptuar. E kuptoj pse Po e sulmojnë. Jo, nuk e kuptoj pse të tjerëve ju duket hipokrit dhe ju duket mistrec. Po mua s'm duket Po tjerë mua pse më duket tjetri, shumë fani, pse unë për duhet të të shembull. vë ty në krevat të të pyes zemra me këtë dëshiron ti të flësh me Gertën, Ai me është- Elisën. po, ai është Hajde, shumë po jo, më unë duhet të të prish Natyrë punë aty. si natyrë, shumë natyrë e qetë, shumë natyrë Po jo më zemra se cili ka hyrë me prish punë, unë duhet të nxjerr nga shtëpia, jo me të majt. Në një formë të bërë, për shembull, te pishina ku i vuri Seno kartonin, po më vret. Po më ke prekur. Se këto janë Po je duke qesharake më këto jo, po pastaj. okay, Jo, i jo, bën di, këto di, gjëra po, për po. ta acaruar. Po, ai. Po mua më pëlqen. Ai është në rolin e gërvisit aty. Dhe se Edhe më pëlqen. Po është në një rol shumë të mirë. Shumë gjithë ditën. O, atë nuk. Ose ai lopshëm. Seno mendoj që duhet dali Ai më këtë kujton të, dikë diku. të shtunë Është dhe shumë të i vazhdoj lopshëm. podcastet ose të na bashkohet neve, diçka të bëjmë, mendoj se nuk është para të shtëpi, është një rol shumë i kopjuar dhe i kopjuar Bravo, shumë shumë keq. Shumë keq nga Ai- Luizi. Luizi ishte tek pulla, ai ka dhënë shi njerëz dhe do të bëjë si Luizi, kupton? Vlla matur, Luizi ishte tek pull. Domethënë, nëse do atë rolin e babaxhanit të shtëpisë që nuk e ke, se ka i liri jo, fatkeqësisht. O, zemër. Dhe kjo gjëja nuk më pëlqen që më fal, po ti nuk mund t'i kërcënosh jetën në fytyrë që më mos më dil përpara. Po do të dal përpara. Ditë për Unë ditë do të degeneroj. do degeneroj. Unë ditë për i tha ditë do të dal Eugenit përpara. Shkret, Po, unë ditë për ditë çfarë do bësh? Dhe ti? më mirë të dalësh ti vet. Po, kuptoj. Kërcënimet futi aty. Qofse nga ka aty ku ka ardhur. Vura re një gjë tek Seno, që ka kaq ditë që ka filluar po themi Big Brother, që në datën Është i 20, bezdisshëm. dhe deri më sot dhe prap nuk e ka marr, le të themi, atë protagonizmin Nuk ka kryesor të shkëlqim. shtëpisë, që të thuash që okay, po e ndaloj kanalin për të ndjekur Seno. tjetri nuk Nuk e themi dot ende këtë gjë. Pavarësisht se ai është shumë aktiv, Kush e ka- fleti, ngacmon të Shiko. gjithë, por sërish nuk godet, Sipas- nuk lë gjurmë. sipas për mua optikës- si person. Sipas Kishim parë optikës ashtu gjëra, tënde. se tani e kemi parë. Optike jotja. Me shkel më shpirt. Ta dëgjojm pak sipas optikës së Gertës. Kush shkëlqen? Cili personazh e ka ndaluar shtëpinë sipas teja? Cili e ka? E ka ndaluar pra. Do të thënë që Gjithë reflektorët gjithë po e merret ai. ndrojnë vetëm te po. Kristi Shpirt. Po jo më se duhet të di opinionin e Gertës. Pa, më fal. Kristi do të thotë tani që thash. A, më ka- Kristi, por që nuk më duket e drejtë. Pse? Te Kristi shikojnë më shumë vëmendje edhe nga kamerat. Po nuk, jo, mua më pëlqen dhe Iliri, me thënë të drejtën, pavarësisht se Iliri? Ilir Vrenozi, po ka filluar të më pëlqej për atë thjeshtësinë që ai Edhe ka nga gjua- në shtëpi. nga gjua e pastër. Pavarësisht- Okej, ai ashtu e ke parë ashtu jashtë? Po. Ashtu do Unë jetë kam vazhdim parë me të thënë të vazhdojmë drejtën të këtë vazhdojmë. kohën e mos e fundit. Se shohim do dalë një Ilirin, ta bëjmë tjetër skip ai. në atë moment Jo, kur pse del do ai. Jo, po nuk mund të dalë Po një ti tjetër. parajgjykon Ilirin se është emocional, se Po, nuk është pikë së pari. Jo se është neve emocional, kemi po vetëm se këtu ka- bip nuk- në podcast. Më fal, po nuk Po. mund t'i thuash ti, nuk s'ka lind
Robi, mua ka lindur shpirt, dhe ishe Eugjini që ta tha. Pranoja. Po pra ka lindur, ja është ai tipi aty I vogli, që është 1/3 jote dhe ta tha në fytyrë, pranoje. Ça? Tani ti në çdo gjë që mund na thon neve, që mund kundërshtojnë idenë time, çaj bie do përdor dhunën, tani të përdor. Mirë, ajo është skenë Nuk e egzageruar, di pse, patjetër. mua më duk në momentin që Eugjini vajti dhe I ka kërkuar falje, mua më duk sikur Iliri po viktimizohej, mbas gjithë asaj skenë. Dhe ajo skena nuk e Eugjini di, që kapi jo. puth duart. Po way too viktimizoj që much. unë e Jo, mora po. me vërtet kështu se Jo, se dhe- nuk duhet ta kisha marrë Eugjini kështu. donte patjetër Kurse të jashtë shfaqsohej tek Iliri Sa dhe kuptova qëndroi pse. shumë gjatë. me thënë të drejtën, Bravo. Shumë gjatë derisa ta binte Iliri. Zemra Sa I duket që është I pastër në atë që thot. Po, për s'mund t'i puthësh jo. duart të shpirt. Qa por, ka bërë, pas që kush është asaj- Iliri, papa? Mbase e respekton. Pas asaj filluan të këndonin, Po, e ëh, vërtet, kënduan po, të Mbase ndonin. Po, po, e po, po. respekton Të ketë drejt, yes. mbase mund t'i duket si prindi vet dhe unë Janë nga një zonë domethënë të ka dy. menduar që unë nuk dua Po pra, po që unë të- mendoj që është kjo e dyta. Pra ai u ndje në fajt dhe bëri U ndje, një po. autokritik të gjitha mbase, kur të nuk e gjithë ke- situatës përkundruar fenomenit që i pëlqen Gertës, Po, që quhet Iliri. Po mbase kupton? nuk e ka pasur edhe as ai. me të keq, prandaj mendoj Prandaj, që do t'i po, kesh se më zgjatur ndërprej- ajo kërkim Më falje. ndërprevët edhe nuk I thash të gjitha, Po, por më Ilir, kamera fol. ka ndaluar dhe tek Mirë Keselin. Domethënë, le të themi Po, që pëlqejnë le ata të themi dy. që janë, po E, themi ata 3 them që pika. mua ata dy më Po, pëlqejnë. Janë si le janë të themi më që pëlqejnë janë, shumë. po, pikërisht dhe mua më pëlqen marrëdhënia Dhe e më tyre. pëlqeu shumë dhe momenti si kjo vajza Selin e pa atë kur hyri këtë këngëtare në re, që ka një histori tjetër dramatike, tragjike. Edhe kjo drama Po, të... të vajzën nga Laçi, Nuk e si di, po, quhet shumë se drama. dje se harrova emrin se. Si qajt hallin se cilit, Si ma ka quhet qajt kjo? njëri hallin mu? Si quhet kjo vajza? Julinda, Jolenda. Prisa më shumë nga Sabina, me thënë të drejtën unë Sabina. E po Sabina bre do gatue, do pastrojene, do laj shpine. Njerëz edhe kjo gjë me theksin korçar, po më arrit deri këtu po ngrihen nervat se po njerëz po pse është gallat? Është gallat, ja, se të mbarën këtu. Mua më duket edhe si bullizim kur njerëzit qeshin me theksin e diku bullizim, se Ti nuk do një shtëpi që të flitet aksen Jo, ajo- korçar, ti do një shtëpi që të flitet në këtë mënyrë. Ajo mendje. Jam nga aty nga Vlora, pa nga Mali, ku të kesh jef. Vëlla, kupton. Por, si do thonin dhe binjakët e mi të preferuar, por... Kush janë ata? Janë vetëm 2 binjakët e mi të Ua, preferuar. kush janë? Lolet e Coli. Ronaldi dhe Romeo. Janë të Vlonjatët preferuar pra. ata. Si kam shumë zanën ato. Nuk e dia. Nuk kam 2 binjakë të tjerë. Kush janë ata? Fshesin ca librat e Myslim Shyri. Na falni, po. Si çdo thonin the? Prap e kishim Si tek do thonin Sabina. dhe? E kishim tek Sabina, Te që Sabina, mos dalim Sabina nga mua nuk më duket personazhet, se s'kemi interesante, kohë. t'ju them të vërtetën. Nuk të pëlqen. Jo, nuk më pëlqen. Dakor, dakor. Ajo më duket shumë interesante, po momentalisht ka një rol jo interesant. Tani ti je guzhunjera e shtëpisë, nuk Ajo pa. gatuan gjithmonë. Po ajo bre pse është Po, spekurt. si specialitet Po shive kur bre, ty ka. pi nervat asaj dhe mos gatuaj më, ty do ta shohësh shtëpinë ti. Dhe Po, Sabina pra, po. bën 2 gjëra, e kam parë. E kam vënë. Gatuan dhe Grimohet, rri 7 orë në pasqyrë dhe pastaj Do të ta gatuan. them kush është pika më kyçe? Kur ti qëndron te pjesa e gatimit, merr vesh se Gjithçka. çfarë bëhet, po. Në për Është pikë e mirë, po. është pikë e mirë referim. Kuzhina. Po pra, po unë Po. shifja Në tek gatim. Bigu Gertës që gjithmonë nuk shkojnë në kuzhinë, unë se nuk më kap kamera, unë dua të më kapi kamera situata. Jo, jo, i Mbajt shpëtoni, mend i që shpëtonin vetëm kuzhina punëve, ka larjes së kuzhina enëve, i gatuar. shpëtonin larjes së enëve. Po, pra. Se bëheshin shumë për këtë. Se është puna më e vështirë në shtëpi. Po mirë, të kalojmë pak edhe tek nominimet, sepse Po, mund për të ta jemi në mbyllur, fund të orarit. Po, unë mendoj që del Cilët janë personat të Shkodrani. nominuar një herë? Ti të ti nominuar, përmendim po, edhe një herë? të nominuar janë Lorna, Kristi, Ana na kujto pak Seno. të Lorna, nominuarit. Kristi, Seno dhe dhe Selin. Selin. duket, po. Unë mendoj që Cilën Seno neve del. duhet të Seno te kush kolltuk është ulur? Po Ta Lorna, Seno po është mirë, kjo Lorna, kej, pa nuk bilet. diskutohet, Pa më fal. Pse Seno dhe jo Lorna për shkakun, sepse Po, Lorna Lorna s'po është bën Lorna një do zë- jetë- zero. Bisha, Tani, ku shiko. është? Ku është Lorna Bisha? është makineri që gri mishin. Kush Bisha e Lornës? Lorna mua Kush Bisha e Lornës? Unë mendoj që Lorna mund të jetë një Gerta Gixhari e dytë. Po Eo. Ja, Është, ja. është. Deri tani se ka treguar një herë. Gerta Gixhari e tregoi që ditën e Dhe mati parë. Gerta E, ditën e dytë bukur dhe kjo. Rozanës Baby Rose i pse qan. E, Dhe unë kam pikërisht, qeshur. pra, po. Por është Lorna. Dhe kjo i tha asaj tjetrës të ke ardhur nga Amerika.
Ta bëjmë dhe një gëzuar para se ta mbyllim me Se shiko, 8-2. e rëndësishme është që atë marrim një pak gjithë energji. New York. Do me thënë kush del? Seno, Seni. thot. Seno. Seno. Unë jam edhe midis Seno. Seno faktikisht. Lorna? Nuk të ikën Lorna shpirt. Lorna nuk ikën, po s'po tregon asgjë. A mendoni që Ose Lorna mund të dali me pas- bilet, mund të dali Dhe të dhe të kthehet. kthehet me Po bilet? se Jo, mos jo, ka nuk e bilet, mendoj, duket. nuk e mendoj. Lorna. As Lorna s'ka Nuk ka bilet. bilet, se Se është kanë full qenë to te ky divan i koktejl. këtej. Ikën Seno pra gëzuar. Ikën Seno të presim këtu, nëse të vjen s'ka problem. Seno do dëgjoj një çfarë kemi thënë për atë. E po të na vitin na thonë, atë ki kujdes në rrugë se unë të Jo, pres. është nga Vlora ky Seno. Ky Seno tjetër është pak më lart. Ky që është aty. Ure. Dhe me Jo, sa e jo. kuptuam, Në Shkodran. Po, Shkodran, sa ditë. Seno në Shkodran, zemër. Me sa e kuptuam edhe me njëri tjetrin. E kupton batutat me Nikon? Po. Niko po bënte një Seno që s'ishe nga Shkodra, po Ishe nga Seno Vlora. nga Vlora. Po, e kuptova pra, e Ishe kuptova. S'ka nevojë të më Ancuja. shpjegosh se e shoh. E Po, pikërisht. Para se ta mbyllim, para se ta kalojmë mbyllim. tek pra praktikisht neve kemi përmendur 4-5 persona të Po asaj çfarë kanë shtëpie. bërë show? Do me thënë të tjerët ku janë? Unë nuk do Me rrit pak me fjalë. Lorenzo. Ku janë të tjerët? Esenca lacrima. Lorea më I duket no, bosh. shpirt, kam kong aty kam hyrë. Do me thënë, unë bigun e shoh, as për drama, Po ka vdek stine. mami, babi, vllai, një. Jo, mbajni për vete njerëz, na tregoni tek ajo historia. Dinamikat. Dua share, unë kam pa. Dua unë share. kam Big Brother, të shoh vipa të degenerohen. Më fal, edhe unë nëse do isha te Big Brother, Po, do e thoni vërtet Nikon ta është. shohim pak Nikon, sa çuni mirë është. No, do doni që unë të bëjsha gore, të kapja në njërin për flokësh. Këtë pres dhe unë. Këtë pres dhe unë, nuk e di. Po, shumë e rëndë është kjo që thua, o Niko. S'ka që nuk ka problem. Nesër do shojmë. Zbutet O Gerta, me thënë të drejtën, ato Zemra. lagjet e tua, të lagi me shampanjë, ato kanë qenë perl. Tani- Sado Po, që po, mirë, nuk- po Gerta, ne për ato jetonim, Gerta. Gerta. Kam qenë Për ato fan si jot, se do ta lutem, mbyllim Niko. tani, do ta mbyll. Kam qenë fan si jot, dhe ato kanë qenë gjërat më të bukura në emision. Po, aty. Gerta perl. Falem- Gacmimet. Unë po e mbyll, ti lëm hapësirë dhe të tjerëve të martën të diskutojmë, pra ti pasojmë pak, ti lëm pak tematika se nuk dihet çfarë do bëhet e Bigu, do ketë drama, s'do ketë. Pak të merr edhe me këto dramat e kësaj jave. Po, të shtunën. Thash martën. Jo, Ka gjë, kam humbur ditën këtu tek Balkan Influencers. Nuk di ha ikën e hënë apo e Njojmë martë. ditën, datën. Jemi Unë 24 orë bashk, pra jemi si edhe ne si Big Brother dhe Po, prandaj njerëzit se din që ne 24 orë flëm me të njëri gjithë tjetrin, bashkë, po, po. prandaj. Atëherë ju përshafoj të gjithëve me një 8-2, merrni energjinë e duhur. Ilnisa, Të je duhur. bërë më e bukur se kur. Gerta, je antagonistja forever e çdo edicioni. Shipe, të dua se je ti. Edhe mos harroni, Edhe ti, Niko, bota je- është bota shikohet Është më mirë me kur ti Enzo vendos syze të Enzo Attini. Attinit. Yes! You're the best guys. Yes! Pa ju do ishim qora. Niko.